Ish-ministri infrastrukturës Lutfi Zharku ka dëshmuar të hënën lidhur me 53 milion eurot që qeveria i apagoi konsorciumit Bektelenka për ndërtimin autostradës Prishtinë-Hani Elezit. Për këtë, prokuroria speciale akuzon 4 të pandehurit pa lekajnë në cilësinë e ministrit të infrastrukturës, Esed Berishën në cilësinë e këshilltarit të lartë politik, Nebi Shatrin si sekretari përgjithshëm në këtë ministri dhe Besim Tahirin si drejtori prokurimit publik në ministri të infrastrukturës për veprën penale keqpërdorimi detyrës zyrtare në bashkëkryerje. Zharku në këtë proces gjyqësor kishte dhënë dëshminë edhe në vitin 2023, por kësaj radhe ishte ftuar për të dhënë sqarime shtesë. I pyetur nga kryetaria e trupit gjykues Violeta Namani Hajra nëse kishte neglizhencë në realizimin e pagesave ndaj punëkryerësit, dëshmitari Zharku e mohoi këtë. Për të parën kur asnjëherë nuk ka pas neglizhenca, edhe ashtu siç e kam thënë Bekteli ka punu aq sa ka pas buxhet ndar. Nuk ka asnjë rast që Bekteli ka bëu kërkesë për një pagesë për punë që i ka kryer e që na s'kemi. Zharku tha se dhe gjatë mandatit të tij si ministër ka pasur kërkesa nga operatori ekonomik Bektelenka për mjete shtesë për rreth 25 deri 26 milion euro, për shtoi se buxheti ndar për një projekt nuk mund të ndahet për ndonjë projekt tjetër. Jo, ka pas mundësi kur bile kundërta në ligjore, nuk kemi për posë që na kemi bën alokime të reja për me kry sa më shumë, për me dorë sa më shumë. I pyetur nëse kishte të drejtë komiteti ndërministror të i kalonte opinionet dhe mendimet e mbikëqyrësit të punimeve, që në rastin konkret ishte Hill International, dëshmitari u përgjigj duke thënë se nuk i kishin këto të drejta ligjore. Tash në aspektin e një menaxheri nuk ish dashur. Në aspektin e një drejtues të ministrisë. As komitetin ndërministror, as ministri, as kërkush nuk ka drejt me te kalu kompaninë mbikëqyrëse. Gjykata themelore në Prishtinë me 31 janar 2024 i shpalli fajtor dhe i dënoi me 10 vjet e 3 muaj burgim së bashku pa lekajnë Esed Berishën, Nebi Shatrin dhe Besim Tahirin për rastin e njohur si 53 milionshi, por gjykata e apelit e ka kthyer në rigjykim rastin ndaj 4 të akuzuarve.